Djali Machok. Bufja! Gecko! Let's go! Into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks! Fuqia e kafshëve, marifeti i përplasjes. Bukur! Punë e paqme. I ke përdorur bukur ngjyrat. Çfarë imagjinate do të ishte një kafshë fantastike shtëpiake. Wow! 10 me yll për krijim të rinj. Në fakt janë të vërteta. Ne kemi kafshët më të mira të klasës. Sidomos unë, mbreti i vijave të Machokut super të shpejt. Ush! Ha? Heronj, doni të garojmë? Apo keni shumë frikë si jemi në zumzenja? Zum, zum, zum! Ata hajdutët e makinave na vëdhën pjesët e makinave të heronjve. Dhe po na sfidojnë me një garë. Lërini ata. Ne jemi heronj që shpëtojnë të tjerët, jo garues. Na duhet të mbrojmë qytetin. Po, kjo mund të jetë një mundësi për t'u treguar që jemi më të shpejtë se ata. Ndoshta, pastaj nuk do të vinë më në qytet për të vjedhur gjëra. Edhe do të na lësh ne të merremi me gjërat e tua? Po, mbreti me vija do t'i mundi ata në një garë. Edhe bufja shqiponjë është e shpejt. Harducat e fuqishme din të hidhen shumë mirë. Por mbreti me vija mund ta mund makinën vetë tim. Heronjt me pizame, ja ku po vim. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali Machok. Amaya bëhet Bufe! Heronjt me pizame! Gati djema? Me fuqinë e shpejtësisë. Mbreti me vija Machoku! Po! Me fuqinë e fluturimit, bufja shqiponjë. Po! Me fuqinë e muskujve! Harduca e fuqishme! Po! Forca! Do t'i tregojmë Karlit dhe Kartokës se kush janë më të shpejt. Drejt Zumzenjas! Po! Forca! Pse u vonuat kaq shumë, fëmijë qyteti? Nëse penguat gjë duke veshur ato pizame tuaja? Apo keni frikë se mos humbisni? Ne kemi ardhur të garojmë dhe të fitojmë. Dhe pastaj do të bëjmë ato që dim të bëjmë më mirë, të jemi heronj. Dhe të mbrojmë qytetin? Nga keq bërës si ju. Pa që fat me këtë? Pa që fat me pistën e garës? Pista me vështirë e garave që ekziston në të gjitha planetet. Dhe kur e bëjnë? Ha! Nuk ka mundësi që një hardhuc ngordalaqe, një buf nate ose një top me qime të fitojnë garën. Më duken shumë të emocionuar që do garojnë me ty, djali Machok. Pyes vetëm pse? Sepse unë jam sfida më e vështirë, apo jo mbreti me vija Machoku? Gati?
Macok, hotele, kjo ishte sa për nxemje. Herën tjetër do të mundim vërtet. Për pak fare, humbe vetëm për një mustaqe. E di, çfarë ndodhi atje në pistë mbreti me vija? Ne mund t'ja dalim. Thjesht na duhet pak më shumë energji. Ata hajdutët e makinave mendojnë se janë më të shpejtët. Djali Macok, shiko! Më duket se po e merr energjinë që i duhet. Po e merr nga kafshët tona. Vërtet? Për kokën e mustaqeve të mbretit me vija. Po, sa i shpejt. Ej, Carly dhe Kartoka, a jeni gati? Thjesht për përsosim turbon ton. Po, duhet ta përgatisim për pak fuqi mahnitëse. Kjo besoj se është super e qartë. Çfarë fuqi e mahnitëse? Çfarë bugoni aty? Asgjë. Jam e sigurt se pas kësaj gare ka diçka. E ndjej me syrin tim. Po, ka diçka që nuk shkon. Wow, kujdes, djalosh. Djali Macok, ndalo! Hapra tani, me fuqinë e kafshëve heronj, mbreti me vija Macoku dhe unë do të fitojmë. Po pse janë kaq të emocionuar që po garojnë me ty? Më duket sikur duan që mbreti me vija Macok të ecë akoma më shpejt. Gati? Tani, niso! Zoom, zoom, zoom! Jo, prit, mbreti me vija Macoku, ndalo! Ata as nuk po përpiqen. Wow, po çfarë po ndodh? Ja ku është? Shko mere, Vlaçko. Shumë faleminderit, kotelet vogla, një kristal zumi. Kristali zoomit? Zumzenia është plot me të tillë, por duhet të jesh i shpejt që të shfaqen. Makinave të tim nuk i bën të shfaqeshin. Pa që fat me këta. Nga ty, dhe masja jote e shpejt. Tani, po që do t'jemi të shpejt. Drejt qytetit. Matu me shpejtësinë e dritas. Djale Macok, Ndalojni! Nuk mundemi! kafshët tona nuk kanë energji. Oh, nuk ka gjë. Ky ishte faji im. Nuk mendova fare për shokët e tu, ose shokët e mi me pijame. Ha? Hajdutët e makinave po shkatrojnë qytetin, po robot e kuptuam. Në rregull, mbreti me vija Macoku. Ne duhet ta ndrejshim këtë. Së bashku. Te ju a fuqin që u more. Atyre u duhet. Ata po e ndajmë përsëri fuqin. Çfarë krijesash mahnitëse? Forca! Le të shkojmë që të gjithë. Koha që të bëhemi heronj! Po! Nuk jam i sigurt nëse do të mësohem me këtë. Çfarë po ndodh? Të gjitha burimet e energjisë në qytet po keq funksionojnë. Për fajt ati kristalit të zoomit. Shikoni! Duhet u nxjerrim nga makina. Mos u shqetëso shoku, kam një plan heronjsh për të gjithë ne. Objektivi u gjet, po eci me shpejtësi. Po ju ndjekim Carly dhe Kartoka. Po shkon sipas planit, djali Macok. Jemi gati dhe po ju presim. Po presim që shokët e tu t'i rregullojnë të gjithë gjërat. Në rregull. Tani, hidhu! Surpriza e shpejtësisë së Macokut! Ha?
dile këtu. Si thoni për një surprizë me gjuajtje Machoku? Çfarë? Të kapa! Super muskujt e Gekos! Do të kthehemi! Tani më bëhet qefi që po largohen me shpejtësi. E çfarë do të bëj me kristalin e zoomit? Doni ta dini se çfarë mund të bëj? Jo, as pak. Mbreti me vija Machoku është mjaft i shpejt. Dhe ajo që i pëlqen më shumë është që të punojmë me shokët e tij heronj. Le ta kyçem tek baza. Heronjt me pijame, bërtisni të gjithë ura, sepse gjatë natës i shpëtuam të gjithë. Fuqia e kafshëve. Hardhuca e shpejt e Gekos! Raport shumë i ulur, shpejtësi manovra, parashikoj dështim. Ose si shtem unë, shihemi fëmijët e qytetit. Matuni me shpejtësinë e dritës. Forca! Wow! Çfarë ka shoku im? Marrja e kthesave me shpejtësi nuk është pika e fortë e ardhucës së fuqishme. Mos u shqetëso, të paktën Karli dhe Kartoka u larguan. Dhe përsa kohë kristali është i sigurt te baza, ata nuk mund të na shkaktojnë probleme. Kristali i zoomit? Aktivizoj iguanën, 12 hapa për një ardhuc. Mësime ardhuce për jetën? Po, do t'i lexoj të gjitha. Vërtet mendon se përgjigja është trajnimi? Funksionoj me mbretin me vija maceje, djali Machoku e trajnoj, dhe tani është super i shpejt. Por macet mendohet të jenë të shpejta. Ardhuca e fuqishme ka aftësi të tjera, është shumë i fuqishëm. Por, ai mund të jetë edhe i shpejt. Unë thjesht duhet ta trajnoj. Në rregull, por edhe ne bëjmë mirë të nxitojmë, ose të humbasim autobusin. Më duket se do të ecim. Dikush ka vjedhur autobusin e shkollës. A ka ndonjë mjet që ata binjakët nuk do ta vjedhin përsëri? Mos u shqetësoni. Hardhuca ime super e shpejt e trajnuar së fundmi do t'i kap ata. Heronj me pijame, ja ku po vim! Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë! Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Geko! Po! Connori bëhet Djali Machok! Amaya bëhet Bufe! Heronj me pijame! Robot me pijame! Skanoje qytetin për autobusin e vjedhur. Ma dëgjoni këmbësor me pijame. Ninja më i miri i natës. Dhe nuk do ta merrni autobusin tuaj mbrapsht. Jo përsëri. Thjesht provoni të më ndaloni. Nuk ndodh shpesh që ninja i natës të tregoj për krimet. Çfarë do ai në të vërtetë? Kujt t'i intereson, koha të provojmë trajnimin tim të ri me ardhucën e fuqishme, me fuqinë e muskujve. Ha! Tani! Ardhuca e fuqishme! Po! Le të shkojmë! Nuk ka gjë, janë të gjitha të librat udhëzues. Hapi i parë, jep udhëzimet e qarta. Shko, më shpejt! A do ta kapin ata dot? Forca! Au, më duket se jo. Bëj mirë ta ndihmojmë. Me fuqinë e shpejtësisë. Me fuqinë e dritës. Mbreti me vija Machoku! Le të shkojmë. Bufja shqipojnë.
Ninjat me pijama e hëngën Karemin. Ninjalina! Ma jepni kristalin e Zoomit. Le ta shohim pak. Ku shkoj ai? Nuk mund të jetë aq i shpejt. Ndoshta shpejtësia nuk është pika e fortë e ardhucës së fuqishme, Gecko. E drejt, përqëndrou te aftësitë e tjera, si ngjitja. Jo, nuk ka gjë. Thjesht duhet ta ndihmoj të gjej shpejtësinë e tij. Është e gjitha tek libri. Hapi i dytë. Bëja ardhucën të ketë besim tek vetja. Besoj se je më i shpejt se vetë ti ma më e shpejt. Unë e besoj. Çfarë ka roboti me pijame? Shihemi ngordalaq. Prisni, mos vallaj autobusi po përdorte energjinë e kristalit të Zoomit? Oh jo, ninja i natës ka marrë kristalin e Zoomit. Duhet që t'ja marrim mbrapsht. Do të na hap të lashe me atë shpejtësi. E she ardhuca e fuqishme, për të ndaluar ninjën e natës na duhet vetëm shpejtësia. Prit, po unë nuk e thash kështu. Hapi i tretë. Kur të trajnoni ardhucën, mësojeni duke qenë shembull. Shiko ardhuca e fuqishme, dëshiron të jesh një kafshë shpejt? Ja se si. Por ti nuk e di si të fluturosh me të. Shiko dhe mëso. Po, juhu! Le ti tregojmë ninjës së natës çfarë është shpejtësia. Wow, kjo është shpejtësi. Po! Gecko! Është shumë shpejt për të. O jo! Gecko, bufja ka vrarë krahun. Mbreti me vija Maçoku kanë ndrydhur putrën. Ndjes. Por, kemi akoma ardhucën time të shpejt. Do ta kapim ninjën e natës pavarësisht shpejtësisë së autobusit. Hapi i katërt. Mos e lejo kur ardhucën që të dorëzohet. Ha! Po mendoheni akoma dështak? Le të shkojmë! Shpejtësi maksimale! Kjo ishte, vetëm pak më shpejt. Wow! 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 Ardhuca të shpejta! Zoom Zenia! Një botë e tërë me pista garash? Këtu nuk ka shanse të më arrish dot, këmbë ardhuc. Ndoshta ke të drejtë. Ndoshta se kapim dot. Forca! Tri kristale Zoomi? Fuqi! Çfarë po ndodh? Kristali Zoomi? Por nga i gjeti ai? Ato janë tonat. Ktheu këtu, fëmija ninja. Koha për forcën e madhe. Na prisni dhe ne! Jo sërish! Çfarë ishte kjo? Gecko, e gjita sepse doje që ardhuca të ishte e shpejt. Shpejtësia nuk është gjithçka. Jo, dhe më duket se është e tepërt dhe për ninjën e natës. Pse është i nxehtë timoni? Çfarë po ndodh? Wow, dukesh nga dalt vetë tim. Le të ikim. Ja ku po ikin, përsëri në Zoom Zenia. Po ku po shkon autobusi? Super sytë e bufes. Autobusi po shkon tek shkolla. Nuk ndaloj dot. Duhet që ta ndalojmë. Forca, duhet t'i ndihmojmë.
Ardhuca e fuqishme, më fal që të detyrova të bësh dikush që nuk je. Por aftësitë e tjera që ke mund të na ndihmojnë tani. Si mendon? Të lutem. Juhu! Po! Koha të bëhemi heronj! O jo, është shumë vonë. Shkolla jon. Akoma jo, shiko! Ja ku po vjen? E she, mund të ngjitesh për mrekulli. Tani, hidhu! Po! Super kapja e Hardhucës! Ha? Super muskujt e Gekos! Jepi Gecko! Wow! Po thuaj se mbaruam, përdor fuqinë tënde të pabesueshme prej Hardhuce. Tani! Kujt i intereson shpejtësia juaj koti fare gjithsesi, mbaje autobusin. Ja dole, çfarë më e mirë me pijame? E po, ata janë të gjithë shumë të mirë. E vërtet, për aq kohë që i duam për atë që janë. Tani ne duhet i vendosim kristalet e baza dhe të kthejmë autobusin te shkolla. Merremi ne me këtë. Hardhuca e fuqishme do ta shtyj deri atje, sipas mënyrës së vet, ngadalë dhe me kujdes. Heronj me pijame, bërtisni të gjithë ura, sepse gjatë natës i shpëtuam të gjithë.